zerët në kampi nacional me Albani. Kampi nacional i Federatës Futbollit të Kosovës. Për pak qaste do të filloj edhe ndeshja, kështu që a mundi me limu shumë për Dukazinin. Na duhet për kraja juaj. Dukazini duke pasur një sezon historik dhe tani kërkon edhe më tutje ta vazhdoj ëndrën e bukur. Ka nisur ndeshja në Hajvali të parët me topin. Një top mjafti mirë për para dhe tani ta ndjekim këtë rast e vjen goli për skuadrën mysafire. Një goli mjaft të lehtë e kam pësuar vendasit. Një moment do shpruas shumë herët ky dhe po i shohim buzëqeshjet në fytyrat më shumë dhe janë më insistues në këtë fillim dhe një top i rrezikshëm, mundësia tjetër 2-0. Gjithçka bukur, gjithçka pastër, nuk ka pozicion jashtëlojë dhe Dos Santos e shënoi golin e dytë për skuadrën e tij. Për ta shuar lojën në shtesa do t'i duhen 3 gola. Shpresojmë që ndeshja të hapet dhe të shohim një spektakël. Një mundësi për Dukazini këtu dhe rasti tjetër vjen goli. Një top i devijuar nga portieri e më pas goli së realizohet nga Malisi. Rikthehet entuziazmi në tribuna, çfarë po shohim, çmenduri total. Krah aksion i ngadalshëm por mjafti saktë më tani i lojtarëve të Dukazinit. Një mundësi tjetër, goditja dhe rasti nga 24 goditje në porti pati Lugano. Dhe këtu një ndërkohë një pasim i gjatë aty që depërton tek mbrojtja e Dukazinit. Shtefen me goditjen, shtylla është aleati Lekaj tani. Rast shumë i mirë. 10 minuta lojë në pjesën e parë, goditja 3-1. Realizon sërish Berens. Edhe një top në thellësi. Tani një lëvizje shumë e bukur e Zhëdis. Goditja dhe pritja ishte e shkëlqyshme nga Von Balmos. Portier me shumë përvojë Von Balmos, por Harkimi mjafti fort dhe çfarë raste kanë. Në këtë fillim të pjesës së dytë, lojtarët e Dukazinit duhet që t'jenë më insistues që sa më shpejt ta realizojnë një gol. Tani një mundësi të shohim aty, një rast për gjuajtje dhe mbi port përfundon. Ndërkohë një top për Zanotin, i cili ka kaluar në krahun e djathtë ku po luan tashmë e gjysmore. Edhe në fund të pjesës së parë, goditja dhe autogol. Një moment të shprues për Dukazinin, një gol i pësuar në mënyrë të naive, por ja se kështu është duke ndodhur sot. Kampioni i Zvicrës, Lugano, paramendojeni. Pra shumë moti. Ndërkohë një marrje topin nga Bislimi dhe gol tjetër. Hat-trick realizon Kevin Berens. Gol atlet ka shënuar, ja kanë servuar. Tani ta ndjekim skuadrën e Dukazinit në këtë sulm, një mundësi aty. Tani rasti për Pefçeli, goditja mbi port. Metra. Ndërkohë një tjetër mundësi, Harkimi.
goditja dhe për para ka dhënë tani mundësia për skuadrën e Luganos, tjetër tentim nga Ciminiani, ndërkohë Bislimi me një top për para, tani Ciminiani avancon, e kthen topin te bashkëlojtari ti, rast tjetër përfundon. Harkimi tani nga Bytyshi në këtë mundësi, tjetër tentimi lojtarëve të do të jenë shtesë pas përfundimit të ndeshjes. Ndërkohë një 4 minuta lojë shtesë. tentim aty. Pasim i gjatë në drejtim të Monkadas, i cili është tani në zonën kundërshtare, ka pasuar te Zanoti. Tani Bekam, goditja dhe pritja e Gzon Lekajt. Ishte pritja më mire. Fituesi i duelit do të luajë me fituesin e Runavik Koper. Pra Lugano do të përballet me Runavikin apo Koperin në ndeshjen e ardhshme. 5-1 për Lugano në këtë ndeshje. Malic është në golin vetëm për Dukazinin. Sinani një autogol, një gol, Dos Santos dhe 3 gole realizoi.